Profesor, mora spunto shkas për t'ju ftuar në këtë bisedë, nga fakti që ju keni bërë disa shnime në faqen tuaj, në profilin tuaj, në rrjetet sociale, edhe theksoni ndër të tjera që jo gjithmonë protestat janë garanci për përparim. Po, kështu ka ndodhur në histori, në kaluarën, edhe shumë vende të ndryshme të botës, ku protestat në momente të caktuara janë shfrytzuar nga forcat të ndryshme dhe ka pas regres, jashtëzakonisht shumë të dëmshëm, dhe edhe sistemi politik shoqëror është rikthyer në një sistem autoritar ose të dhunës, i cili ka kriju pastaj probleme dhe vështirësi dhe ka qenë shumë vështirë me çu përpara dhe me zgjidh problemin. Parimisht nga kjo, përkundër kësaj, po mendoj unë, protestat janë mekanizëm shumë i mirë, shumë i drejtë, dhe i qëlluar i fortë i shteteve demokratike dhe liberale, sepse ato janë manifestimi i vullnetit të drejtë për drejtë të qytetarëve, lidhur me sistemin politiko-shoqëror, lidhur me gjendjen ekonomike dhe sociale shoqërore, lidhur me problemet që i ballafaqen ai vend, dhe ato natyrisht duhet me qenë të orientuara drejt, pa implikime nga jashtë, sepse mund të ketë përdorur për interesa të ndryshme dhe të dëmtojnë imazhin jo vetëm të protestuesve, por edhe të vetë shtetit dhe në këtë rast të qytetarëve të shtetit të Shqipërisë. Prandaj unë dëshiroj që protesta të jetë mbi bazën e tillë, jo e ndikuar nga ndokush që ka për qëllim të ketë ndaj kombit shtetit, pra popullit tonë, popullit shqiptar, që ka për qëllim me thy ose me dëmtu ekonominë, industrinë, shtetin dhe ku diun tjera në kësi force, dhe këto forca ne kemi mjaft. Duke filluar nga shenjët tanë të cilët janë tradicionalisht të orientuar kundër interesit të kombit shqiptar, si në veri dhe në jug, këtë rast e kam fjalën për Serbinë, për sllavet maqedon, malazez, dhe natyrisht Greqia, e cila për fat të keq, edhe pse vend i Unionit Evropian është orientuar jo drejt në raport me Shqipërinë dhe shqiptarët, ende ma tutje toleron veprime të ndryshme nacional shoviniste greke të cilat kanë për qëllim mbi Greqinë e jugore. Pra, këto janë faktorët të cilët mund të ndikojnë në devijimin e demonstratës së drejtë, në devijimin e zërit të qytetarëve dhe këtë nuk ja du Shqipërisë. Mendoni, profesor, që Greqia ka gisht këtu? Unë mendoj se në rastin e tillë në Shqipëri, jo vetëm Greqia, por çdo shtet të cilë nuk ja do të mirë shqiptarëve të Shqipërisë, përpiqet me shfrytzuar situatet e tilla me kriju tensione, me kriju vështirësi, për me pru situatën e tillë dhe me keqësu gjendjen mbrana, për me realizu interesat e tyre të cilat i kanë mbi shqiptarët dhe Shqipërinë. Pra, nuk përjashtohet mundësia që nga Rusia, që nga Irani i largët, i cili e ka një interes jashtëzakonisht shumë të madh për arsyera të ndryshme nga historia të cilat i dimë ne. Greqia, që ka historikisht pretendime nga jugu të Shqipërisë, donë se ka marrë pjesë të mëdha të Shqipërisë, Çamaria dhe Anina, e vise tjera, ashtu dhe Serbia, cila ka pretendime për të dalur hendës nga ëndra vetë e vjetër në dalë në Durrës, kështu me radhë. Pra, duhet çdo herë të jemi të kujdesshëm, të jemi të qetë, të analizojmë mirë gjendjen dhe të protestojmë në kuadër të interesit të përgjithshëm të shtetit dhe të kombit, pa u vënë në shërbim të askujt. Këta, profesor, ndoshta për më shumë për publikun, si skenar, si pista, infiltrimet mund jenë nëpërmjet ashtu si kur thoni ju OJQ-ve, OJF-ve, apo organizatave të ndryshme, apo partive politike, si mundet të deportojnë? Po, shumë e thjeshtë kjo. OJQ-t janë subjekte jo qeveritare, të cilat jetojnë nga mjetet të ndryshme financiare që vendet të ndryshme japin, qoftë nga mbrapa, qoftë nga jashtë. Dhe është e keqe shumë e madhe që ne kemi shumë OJQ, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, të cilët për mendimin tim nuk janë treguar çdo herë në nivelin e interesit të kombit dhe të shtetit, por në varësi nga ajo se kush ka mjete financiare, ka marrë edhe politikën e tillë dhe natyrisht ka ndikuar pastaj në mënyrë të ashpër në realizimin e asaj politike të atij subjekti që ka mjete financiare. Të marrim për shembull Kosovën dhe Shqipërinë, ne kemi një fakt shumë të qartë dhe të gjithë kemi përballë, që është në ndërtimit të xhamive, të cilat për mendimin tim janë në Kosovë është mbushur me xhami. Një popull i cili nuk është mbi 1 milion e gjysmë banor, mi pas 800 xhami, ndërsa Stambolli, i cili ka 18 milion banor, nuk ka 800 xhami.
Domethënë kjo është një element që jap më kuptuar që faktori jashtë në këtë rast e mora unë OSHT e karakterit fetar në këtë rast muslimane, ideologjisë muslimane, të cilat për mendimin tim vijnë nga Irani, nga vendet të ndryshme të Kuvajtit, të Arabisë Saudite, të Emirateve Bashkuara, nga organizatat kriminale, nga ato organizatat që kanë mjete financiare dhe qëllimi i tyre është pastaj nëpërmes Turqisë dhe forcave tjera, organizatave qeveritare, jo qeveritare në Turqi, të depërtojnë Kosovën të kësaj na kanë mbushur neve, çdo fshat ka 2-3 xhami. Kështu është edhe në Shqipëri, pra ne na është logjike të presim që ky faktor mos të interesohet për gjendjen aktuale dhe mos të intervenojë brenda nëpërmes subjekteve të tillë për me ndrru rrugën, për me deviju veprimtarinë e demonstratave. Pra ne po thirrë demonstruesve, me qoftë se na ndëgjon ndokush, që me të vërtetë me rujt interesin e komit, interesin e shtetit, sepse mbi atë nuk ka asgjë tjetër. Profesor,